Edhe për formulën, çfarë peqit pëlqeu në gjithë kaq shumë? Ishte thjesht, unë kam qenë nga ata njerëz që kam pasi nivel pasigurie në momentin që thitush kam marrë makinën që ta drejtoja, nuk isha kështu i sigurt në gjën time, doja ta bëja mirë. Madje kjo ndjehemi pasigur në çdo lloj aspekti në momentin që se di diçka, sepse du ta studioj ose të lexoj, qoftë edhe për kamerat e reja që unë punoja për i gjë, po se hapa manualin, unë e di se si funksionon menut, po çdo kamerë ka menun e vet. Edhe gjithmonë ajo mund të ketë gjë dhe ato më kanë ndihmuar aq shumë sepse kam lexuar diçka që për secilën nga brendet e mëdha, nga markat e mëdha të kamerave, inxhinierët kanë menduar një gjë të caktuar. Kështu kam edhe për aparatet fotografike, edhe për kamera, domethënë gjithmonë ka ardhur një gjë që unë duhet të jem i sigurt që ta nis. Edhe në autoshkollë nuk isha një student shumë i mirë me të para. Domethënë mundesh shumë kohë që ta mësoja. Pastaj kur e mësova, ai më thotë mua, ti e merr, sa të shkosh aty do e marr, s'ke pse e merr. Edhe ishte ai interesi për makinat në fillim etj. E shifsha nga koha në kohë. Pastaj duke u interesu shumë për formulën kështu si, domethënë lexoja për makinat, edhe pastaj kuptoja se si kjo mund përshtatej, çfarë ishte DRS-ja, që në fillim mendoj si sistem elektronik që i shtypje boostin, ishte turbo, po jo, ishte në fakt aerodinamika e mbrapa e makinës, ajo hapej që të lejonte më shumë ajrin që të kalonte. Në momentin që vjen kthesa, ajo mbyllej që të kishe balancën. Thoj, po këta kështu e kanë titullu. Por që është shumë interesante mënyra se si, edhe aty është një mercato, po them që aty blehen, shiten, domethënë. Ka patur blerje fuqishme kohë e fundit. Po, ka patur edhe kalimi i Hamiltonit te Ferrari tani pritet që, domethënë, ajo është fotoja e tij me atë me veshën ikonike Ferrari në F40, ajo më thënë është një Enzo Ferrari, po t'ishte gjallë, domethënë nuk do e besonte, se thua është një, domethënë, makina ime ka arrit që një afrikan jo vetëm t'i japi, por që të garoj për Ferrari në Formula 1, domethënë sik që nuk mendoj në ato kohë që një njeri domethënë me ngjyrë, domethënë të vijë në atë pozicion edhe se ke Mercedesi është vënë, po tani shkoi nga Mercedesi me gjithë ato tituj kampion te Ferrari. Nuk kishte ndodhur kurrë që Ferrari të kishte një afrikan për shkak njëri me ngjyrë. Po përderisa ato, domethënë në sportet janë konsideru vetëm ke sportet po themi tash pra, ke peshngritja, ke boksi, ndërsa ke sportet domethënë disi elegante, dhe sportet që janë i shtrenjtë duhet të thënë. I shtrenjtë, domethënë duhet kishte një trajnim caktuar, pavarësisht se ai ka lindur në Angli etj, por që është një foto disi dhe politike, nuk është vetëm foto e vetëm me Ferrari apo Hamilton. Është për te është bërë do ta vëm te ky muri që kemi foto. Po, është bërë edhe foto forta. Është bërë edhe një Jeremy Clarkson ka bërë edhe një version, pa ai më duket kishte një Jaguar mbrapa, hodhi dhe ai pallton, ta bëj dhe unë thasi, me që jam bashkombasi, ta bëj dhe unë si bashkombasi im, domethënë anglezët e kanë gjithmonë një farë imitimi vetë. Po, një lloj imitimi. Ekipi më i mirë formula për ty. Mendoj se është Red Bulli. Është Red Bulli sepse ata diskutuan çdo element, nëse ne bëhet fjalë për të mitat e sekondit që të fitojmë, ju do bëni çdo performim, çdo përmirësim në qindat e sekondit të ju. Edhe ato çdo qindat e sekondit që ju mblidhni, ata arritën që ta bëjnë pit stopin poshtë 2 sekondshit. Që se imagjinon ti thonë 1-2, ata bëjnë domethënë një gjë e pabesueshme që formula i tha kjo nuk lejohet. I thanë po si ka mundësi nuk lejohet, po shkonin për te, domethënë po na i leni këta tjetër shumë brapa. Po kalon limitet. Po s'na e bëni këtë gjë. Çka kanë ndryshe këto që e bëjnë kaq shpejt pit stopin? Për shembull krahasim me Ferrarin. Thjesht ata merren me secilin individ, trajnohet secili individ atje, nuk është një mekanik, nuk është kod, nuk është thjesht që po e vë. Domethënë ai mekaniku ka bë trajnimin për këtë gjë, trajnohet. E ka bër dhe është bërë, domethënë siç e thamë më parë, një audicion, një gjë e madhe që kush e bën më shpejt ta do marrë. Kush e bullonat më shpejt dhe jemi me po, do të marrin. Nuk kemi dhe jo, domethënë thjesht ta vësh, po ta vësh në kohën e dur, shumë mirë, pa gabime. Atë mungon ty koha kur ishte Vettel te Red Bulli, atë mungojnë ato titujt kampion? Absolutisht. Vettel ka qenë edhe mbetet sportist shumë i dashur, por edhe një karakter i veçantë, shumë inteligjent. Ama nga ata njerëz me IQ të lartë vërtet që e pyesje kush ka dalë 72-shin kampion, kush ka dalë 73, 74, 75, i thotë gjithë ata tjerë thonë lera ato, le të luaj golf, le të shkoj të ke makina, dal pak, shkoj pi god ver, nuk e çanin kokën, ndërsa ky ishte me vërtet ai nerdi i formulës, ka qenë shumë i veçantë në mënyrën e. Vetëm për një gjë kritikohet Red Bulli që vetvete nuk është një kompani makinash, po thënë. Po. Pra thon Formula Renault, Formula Benz, Formula
Audi do Ferrari, futet. Formula. Por Red Bulli nuk është kompani makinash. Nuk është, por bashkëpunimin e kam pas me kompani të cilat kanë pas një background shumë madh lidhje Pra kanë marrë me më të mirë. Formula 1, po. Ata 2-3 vitet e shkuara, po edhe në daljen e fundit që në 2025-ën, kur kompania Honda do dali, prap do japi një suport madh kundrejt tyre. Tani në Toyota gjithashtu do vendoset ke Haas, do thënë ka një kompeticion shumë madh që po ndodh që njerëzit po e shohin duke qenë se Netflix bëri të mundur që e gjithë Formula 1 të njihej në Amerikë, sepse ata kanë NASCAR, kështu që nuk e çanin kokën për këtë pjesë. Shifnin pistë, stadiumi i madh, shkojnë ta ndryshe shohin. futboll amerikan, këtu Bravo, kanë do të e vetë njëjta gjë. Në momentin që ti jash palos, Po pra, ajo ka rrezikun e vet, shpejtësia ndryshe, përplasjet, goditjet, sigurisht do qoftë ata e donin këtë gjë, që të ishin ashtu si po them, si demat që shkonin. natyra vet. Natyra vet, kur i prezanton këtë gjë thonë, po kjo ka vlerë. Ta bëjmë këtu, ta bëjmë Las Vegas, ta bëjmë Los Angeles, ta bëjmë këtej, ta bëjmë, do thënë Miami. Tani do bëhet në Amerikë, do Po, bëhet pista. pistat janë në Amerikë i kanë bërë edhe vazhdojnë bëhen dhe ka një popularitet shumë të madhe. Mendoj që mund të vi në Shqipëri një ditë në Elbasan. Është ky plani që mund të vi në 2030. Po tani nga Las Vegas këtu nuk kanë problem. Mendoj se Edhe regjia Mund qeshën vinte- dhe regjia kënaqet. mund vinte në Ballkan, por në Ballkan mund vinte, sepse vetë kapaciteti i tifozëve, përveç faktit të stafit, ne nuk kemi kapacitet të në duhur për t'i Një mbajtur. Formula 3 e kap. Nuk po flas për të fletë gjumë, se njerëzit thonë lej shtëpinë time. Nuk flasim për atë gjë, flasim për kapacitet mirëfill që ato don peace of mind, si shkon me xhirime që ai do një qetësi totale, domethënë mënyrat e vetë bërit gjërave. Dhe pastaj do vinë 20 makina, përveç atyre 20 makina janë të pjesë, domethënë është një ngarkesë shumë e madhe, duhet një port i dytë që ti presi apo duhet një, domethënë që mirë nga Monza do ishte. logjistik. Nuk është e pamundur, nuk mund të them që nuk mund bëhet. Ke parasysh, por që kostoja për të pas një pistë Formula 1 është jashtëzakonisht e madhe. Për shembull Gjermania ka 3 pista të cilat nuk i përdor. Ka vetëm Nürburgring, e cila shumë rrallë është në Gati fare. sepse ata tani po bëjnë DTM, kjo makinat e tyre Deutsch, vendosura gjithë markat e tyre, kompeticioni brenda, edhe shohin cila makinë është e mirë, siç ndodh në shumë vende të botës, domethënë, dhe ka funksionu kështu. Para Tani, mendo m'fal, për po shembull ne- tutar Feteli me Hamiltonin në blok. O e lema ato, për ne ignorantët Max e... Verstappen mbrapa të jura, Jo, në Elbasan, jo në S'ken Tiranë. fare. Do shkoj në Në Elbasan. Elbasan, o vllai, jo po në Shijak, po. Ore, un po imagjinoj olla, imagjinoni A ti kot thot ka dalë ke blogu e të gjurë. Imagjino pra të bloku çuna. Do mbyllet blogu, nuk do ketë. Një tjetrin. Edhe aty nuk dalin do. Ore, për ne ignorantët e Formula 1-s, se, okay, siç e tha Flori, Ferrari është ka makinën e vet, Mercedesi makinën e vet. Red Bulli, ç'a makinë është? Red Bulli është një kompani e cila arriti të imitoj një pije energjike nazi. E mori në Europë dhe e pa që në Europë njerëzit e kanë të nevojshme këtë. E bëri marketingun e dur. Ideja është që ajo bashkëpunoi me Honda në këtë rast, siç e thashë. Mbas bashkëpunimit thanë ne do kemi një kontratë deri në filan vit dhe pas asaj ne do kemi Red Bull Power Train. Që do thot, do prodhojmë dhe ne engine, do prodhojmë dhe ne motor, do prodhojmë dhe nuk i dihet mund shosh në të ardhmen makina Red Bull. Domethënë kjo për momentin është makinë Honda. Domethënë Motori. është motori në supervizimin e Hondës i bërë në Austri, domethënë i ngatruar pak a shumë, por që Alfa Tauri. Ajo është pse Yuki Tsunoda është aty, sepse Honda kërkon si çdo kompani nga origjina që është, të ketë një pilot domethënë piloti të jetë në origjinën e atij shteti. Pra, Duke pa natyrën e Yuki Red Bullit Tsunoda. që ka fillu edhe marketingu, nuk e bën më me pije, po e bën me sportet ekstreme, me parashut, me bicikletë, me drift. Motorra, kështu gjë. Besoj që aty do shkoj ardhmë atyre. Pra, e kanë qef të sportet. Ekstreme. Po, është e vërtet. Dhe videot e tyre janë shumë të rrira. Domethënë kush i ka Mos provoni shpituje. Jo, Ore, don't try this. Me sa di unë, ti merresh dhe me sporte tjera, Po, me ciklizëm. tani Formula 1 nuk e aplikoj. Se e kam aplikuar ja 2 herë dhe gjobat janë të kripura, kështu Ka që nuk nuk jam rrugë normale. Me çfarë makinë? Ja aplikon në Elbasan, në Elbasan sigurisht me Honda. Pa, ti që e ndjek duhet ta dije që kriteri i parë për një makinë formula është mos i provoni rrugë normale. Absolutisht, sepse ne nuk kemi pista të mirëfillta, siç ka bota që do ti ato duhet një dufin që ke shkosh ta nxjerrësh, kemi go-karte, por që është mirë të krijohen. Dhe ajo Elbasani do ishte shumë interesante. Vetëm për këtë Për idenë gjithë e- pasionantët që kanë për të bërë një project car që e quajnë një makinë projekt, për ta ndërtuar, për t'i vënë ato
modifikime që ato duan për t'i provu të gjitha, për bërë një tregdej. Është festa është gjë e bukur, dhe kur bëhet me atë pasionin që ti do, nuk është se s'janë bërë, por që prap t'jeti organizuar, t'jetë legale. Mos dalin në rrugë dhe bëjnë sepse është më mirë të organizohen gjërat legalisht që të bëhen sepse në fshehtësi do bëhen. Më mirë të bëhen legalisht, të vitet një vend i caktuar, pa dëmtuar njerëz sepse në rrugë nuk ke pse bën. Domethënë pilotët po them, okay, të Formula 1-s, domethënë driverat, shoferët, nuk bëjnë kështu zigzagën në rrugë, se ai është profesionist, bokseri profesionist, nuk do bëj Fordin në rrugë, se është një rrugaç mund ta bëj. Kështu që mendoj se vendi i duhur meriton dhe njerëzit e duhur. Ka të vendin e vet. Faktikisht në një film që kam pa unë të këtyre të Formula 1-s, ka qenë ai ka pa Niki Lauda. Po, Niki Lauda. Shumë i bukur. Ai bën një, domethënë, bën ato manovrat e veta, po i bën rrugë, ke pa? Që është me atë gocën makinë? Thënë, ai e bën këtë gjë kur del në rrugë, i jep makinës me shpejtësi për ti i dhon atë adrenalinën që po jeton vetë, ai pasaj gocës që ka aty pasagjer. Aty ndalu, që kishte një gocë pasagjer. Pikërisht pra këtë po them, kur je me gocë, ka dashme shkelin pak, a? Po shiko, ka vende që ty të lejohet të ecësh, që do të thotë policia nuk është në kthesa, nuk është malore, kështu që ti do ecësh qofse je pilot. Po, qofse ti e ke pa të telegramin që s'ka polici. Ndërsa rruga Tiranë Fier. Në rrugë të drejtë është një gabim, pasaj një shpejtësi shumë maramëndse. Si në Gjermani për shkak. Ndërkohë që Bernardi ashtu ka marrë një job në Shkodër. Sa e mora po. Nëse po ju pëlqen kjo që po shihni, ju lutem bëni subscribe në andale.al. Si nisi ajo dashuria e madhe për ciklizmin, edhe që ta provosh vetë edhe si sport, po edhe si fan si ciklizmit? Kur jeni moshë caktuar, edhe mendon se ti do kesh shumë makina sportive dhe s'din këtë zgjedhësh, po faktikisht janë ato iluzionet e momentit, dhe në një vend si Shqipëria kjo s'ta jepte. Unë isha një muaj në Itali, isha në Kjavari, ke Kushërinë. Dhe aty kishte shumë njerëz që bënin ciklizëm, edhe kishte shumë njerëz që lëviznin me motora, edhe provova bicikletë, e cila ishte disi sportive, që thash, wow, ku pas kam qenë. Edhe kur erdha, u influencova aq shumë sa kur erdha në Tiranë, pleva bicikletë sportive, fillova dilja nga pak, bëja ndoshta liçenin ndonjëherë, pastaj dola me një shok, shkuam në Baldushk, shkuam në po themi në fshatrat ndryshëm, Pez apo dhe ndodhi që kjo gjë pastaj u rikthy kështu në zakon, në fort zakoni, që do merr bicikletën, do dilje, kohë kishe, i ri ishe, do rutinë ditore. Bicikleta është tamam ciklistash, nga këto. Po, është në atë lloj forme për çështjen e aerodinamikës. Ajo mund duket si një gjë e thjeshtë fillim që është ideal me bicikletë që po ecën, po që ka shumë ngarkesë nga mënyra se si do ushqesh, si do pedalosh, qa kadence, që do të thotë sa herë për minutë do lëvizi ai sa vështirë do jetë. Pedalimi sa i shpejt do jetë. Procesin vetë. Çështja e marsheve, si do jenë marshet vendosura, domethënë që ti mos të vuash, cilën pjatë do zgjedhësh për cilën rrugë, kur do bësh kolpo, kur të kalojë një maune apo një makinë që ecën pak avash, ti afrohesh sepse do të ndihmojë aerodinamika, kurse ke atë që ti ikën, ti do ulesh, që sa më i vogël të bëhesh, aq më shpejtësi do arrish me një lehtësi më të madhe. Kur zbresësh dysheza, duhet të kesh kujdes, ke frenat, mënyrën nëse ka disbalans. Domethënë është një botë aq e madhe sa mua më ka ndihmu në çdo lloj aspekti, sidomos me makinat më ka ndihmu shumë, sepse e di që çfarë do thotë kur vjen një malore, çfarë marshi përdoret, si vetëm ti je para përgatit veten para se të shkosh atje. Sepse po shkove atje dhe po ngece, nuk do e bësh më, do ngecësh 2-3 herë, pastaj do vendosësh marshe më të ulta dhe do bësh kadencë më të madhe. Por që pa e provuar është diçka që, domethënë, nëse ti nisesh nga një vend dhe bën unaz dhe vjen në vendin tjetër me bicikletë, thu wow, ç'a arritje. Po thjesht me çokoladë, banane kryesisht, sepse ato nuk kanë lëngëzim dhe në përgjithësi mund t'i hapësh shkollaj dhe lëkurën e hedh ajo tretet për mos ta dëmtuar, edhe ujin e ftohtë që e ndron. Gjithë lalëzit mund shkosh, mund vish me kaq gjë. Ndajt. Unë ndajt për shkak kam pas shumë BMX. Dajti është një nga është i vështirë. Është edhe për makinat i vështirë, por që do duhet kohë, duhet t'i japësh kohë trupit,
Të mos ta marrësh maloren me red line, me të kuqe, kështu që të pedalosh që ta mbaroj. Jo, jepi kohë. Çonko, domethënë ka një lloj ritmi, ka një lloj gjë që po gjetë ritmin. Bicikleta ka këtë, nuk shtyhen pedalet. Pedalet rrotullohen. Dhe ai rrotullimi e mban atë dhe ty të lehtëson. Domethënë po arritet ta fitosh si gjë, pastaj është dhe prirje. Sa njerëz e kanë më të lehtë, sa duan, domethënë varet se si e shohin, po ka persona të ndryshëm që mund të kenë bërë jetë ndryshme dhe kjo ka qenë e mira që në ciklizëm ishin profesione ndryshme dhe e gjenin veten duke bërë ciklizëm. Domethënë ka ndodhur vjet në ver, në Korrik, takoj një çift gjerman, kisha ardhur nga Gjermania në Tiranë, kisha ardhur me bicikletë. Unë ndërkohë kisha paguar 200 euro bilet avioni dhe më shtyt dhe fluturimin dhe një 3 ditë në Gjermani. Po pa i dok 3 muaj nga atje këtu, a kupton? Ti shkove për një ditë. 3 muaj për gjithë shqoja të rrugën. Vllai vetëm një herë kam gjithë dajtin unë që të thash më BMX me tuba mrapa, edhe me gjithë shok aty mrapa këtë tubat. Do dajtin. Kur zbritem ai shoku erdhi pa dorë se Ta pas ka.